si të rezistojmë një panetoneje, një baklavaje, një ëmbëlsirë çfarë të qoftë në dhjetor se janë të pashmangshme. Janë dhe lezeti dhjetorit tani. Pa diskutim që po, por mendoj që duhet një balans. Unë thjesht do t'jap një këshill ose truk. Qa mund të bëjnë? Pa diskutim që do konsumojnë gjërat që kanë pëlqyer edhe nuk duhet ta mbajnë veten për festa. Por mendoj që triku është që duhet të menaxhojnë vaktet. Nëse do hash një vakt që ka shumë kalori, që ka shumë sheqer, mundohë që vaktin tjetër ta shtysh shumë më gjatë, ose të bëjnë një fasting. Nëse mund ta bëjnë, se për festa është pak vështirë të bësh fasting, e di shumë mirë këtë pjesë. Ore, vetëm festa pune sa kemi pasur këtë muaj. Domethënë festa pune në Top Media, festa pune jashtë ambientit ku punoj, njerëz që na ftojnë. Duket ky dhjetori ka vetëm ftesa. Tani çfarë të bëjmë në shkretje? Domethënë kur them unë po flas për dëgjuesit. Këshilla ime është që provoni të gjithë gjërat që ju pëlqeni, por mos konsumoni në sasi. Që do të thotë, domethënë është më mirë ta provosh nëse tu ndohesh nga ajo baklavaja apo panetonia se sa ta ndalosh veten? Çfarë është më e mirë për trurin? Se dhe kjo lufta kaq e madhe që mos e provo, mos e ha. Është pak e vështirë, kam përshtypjen. Shiko se siç e the edhe ti që është ndonjëherë edhe pjesë psikologjike, ti i jep trurit stres. Po dhe bombardohesh me imazhe ëmbëlsirash. Po, ai stresi ndonjëherë përkthehet edhe në kortizol të lartë edhe pa diskutim do shtosh masë dhjamore të barku, kështu që ndonjëherë këtë stresin mundohuni ta bëni në mënyrën më të mirë të mundshme. Domethënë ta eliminojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke konsumuar të gjithë gjërat që keni qef, por në sasi të vogla. Dhe kjo nuk do t'ju sjellë atë peshën e madhe me datë 1 janar që të gjithë presin të rihapen palestrat, 1.000 edhe New Year. Pastaj zë gjumi letargjik sërish.